Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani një lugë kefir çdo natë dhe do befasoheni nga ajo që do t'i ndodhë organizmit tuaj. Për shkak të pasurisë me lëndë ushqyese dhe probiotik që përmban, kefiri është bërë shumë popullor dhe shumë e preferojnë atë në vend të kosit. Kefiri është një pije e kultivuar e fermentuar që ngjan kosit. Në thelb, kefiri bëhet nga fermentimi i kokrave kefir, të cilat i gjejmë në lule lakër të marinuar. Këto kokra përmbahen nga kaezina dhe kolina gjelatinoze e mikroorganizmave që kultivohen në mënyrë edhe të gatshme, por cilat janë përfitimet e tij. Një pjesë e arsyes se pse kefiri është bërë kaq i përballueshëm dhe i përhapur vitet e fundit ka të ngjarë për shkak të përfitimeve të tij shëndetësore. Ai përmban shumë lëndë ushqyese, shumë proteinë, vitaminë B, kalium dhe kalcium. Kalciumi ndihmon në ndërtimin e kockave të forta. Proteina ndërtojnë muskujt e fortë dhe kaliumi është i rëndësishëm për shëndetin e zemrës, citon Medical News Today. Por probiotikët janë me përfitime të larta shëndetësore që kefiri ofron. Sipas Medical News Today, probiotikët ndihmojnë në përmirësimin e raporteve të bakterieve të shëndetshme në traktin gastrointestinal. Trajtojnë dispepsin, veçanërisht në përdorimet e antibiotikëve. Trajtojnë sindromën e zorrës së irrituar ose lehtësojnë simptomat e saj. Zvogëlojnë ose parandalojnë infeksionet gastrointestinale dhe nxisin rikuperimin pas tyre. Parandalojnë ose ndihmojnë në trajtimin e problemeve të ndryshme. Parandalojnë dhe ndihmojnë në trajtimin e infeksioneve të traktit urinar. Përfitime shëndetësore të kefirit mund të shtrihen përtej probiotikëve. Një studim zbuloi se kefiri mund të jetë i dobishëm në uljen e kolesterolit dhe në sistemin tuaj imunitar. Por efektet anësore të kefirit duhet të jenë gjithmonë të ditura. Edhe pse konsumi i kefirit sjell shumë përfitime shëndetësore, disa efekte anësore janë gjithashtu të mundshme. Këtu përfshin në kapsllëkun, ngërçet e stomakut dhe më shpesh njerëzit i ndjejnë ato nga konsumi pa kriteri i tij. Për më tepër, kefiri konsiderohet i sigurt për të vegjëlit, por gjithashtu së pari duhet të konsultoheni me pediatrin dhe mjekun e përgjithshëm. Njerëzit me sëmundje autoimune duhet gjithashtu të flasin me mjekun e tyre përpara se të konsumojnë kefirin. Megjithse bakteriet e kefirit janë të dobishme për njerëzit me sistem të fortë imunitar, ai mund të rrisë infeksione dhe të përkeçojë gjendjen gjithmonë nëse e teproni me konsumin e tij. Për shkak të pasurisë së lëndëve ushqyese dhe proteinave që përmban, kefiri është shumë i popullarizuar dhe më shumë preferohet në vend të kosit. Kefiri është një pije e kultivuar, e thartuar që të kujton kosin. Burimet të caktuara deklarojnë se kjo pije është mbi 1000 vjeçare dhe buron nga Kaukazi. Në thelb, kefiri prodhohet nga fermentimi i kokrave kefir, të cilat i ngjajnë lule lakrës miniatur. Këto kokra përbëhen nga kaezina dhe kolina gjelatinoze e mikroorganizmave që rriten në mënyrë simbolike. Gjithashtu, efektet e kefirit në trupin tuaj do të jenë vërtet të larta. Kefiri përmban lëndë ushqyese, shumë proteinë, vitaminë B, kalium dhe kalcium. Kalciumi ndihmon në ndërtimin e kockave të forta. Proteina ndihmon muskujt e fortë dhe kaliumi është i rëndësishëm për shëndetin e zemrës, citon Medical News Today. Por probiotikët janë gjithashtu të fortë për shëndetin tuaj, dhe përfshirja e kefirit në dietën tuaj duhet të jetë gjithmonë brenda normës së lejuar. Kefiri, produkt i fermentuar i pasur me probiotik, mund të përdoret si ilaç natyral për një sër gjendje shëndetësore, duke përfshirë sindromën e zorrës së irrituar, alergjitë, rënien e imunitetit e të tjera. Gjithashtu, pavarësisht të llojit të kefirit që preferoni në dietën tuaj, kefiri nga qumshti i dhis, kefiri nga qumshti i lopës ose kefiri nga qumshti i arrës së kokosit, shtimi i pjesëve të fermentimit në dietën tuaj mund të ndihmojë në forcimin e sistemit imunitar dhe në luftimin e bakterieve të dëmshme. Kefiri ka aftësinë të promovojë shëndetin e bakterieve të mira të zorrëve, që do t'i sjellim në këtë video sipas ekspertëve të Medical News Today. Kefiri nxit rritjen e imunitetit. Kefiri përmban komponent shërues duke përfshirë biotin dhe folate që punojnë për të mbrojtur qelizat nga dëmtimet. Ulëntimet kanë treguar që përfitimet e kefirit përfshin aftësinë për të mbrojtur trupin nga bakteriet të dëmshme, përfshirë salmonella, escherichia coli, candida, falëve të tij të fuqishme antibakteriale. Ai ndihmon gjithashtu edhe në forcimin e kockave.
Trupi e përdor kalciumin për të parandaluar degenerimin e kockave dhe për të zvogëluar rrezikun e osteoporozës. Kefiri është i pasur me minerale të rëndësishme për kockat, por gjithashtu përmban vitaminën K2. Studimet kanë treguar se kjo vitaminë mund të ndihmojë në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të kockave, duke rritur dëndësinë e tyre në thithjen më të mirë të kalciumit. Kefiri ndihmon kundër radikaleve të lira. Përfitimet e kefirit përfshin aftësinë për të ndihmuar në luftën kundër radikaleve të lira. Studimet kanë treguar se kefiri ka vetjanë të mira kundër tyre. Në një studim të kryer në kampusin e McDonald të Universitetit McGill në Kanada, studiuesit zbuluan se kefiri ishte në gjendje të zvogëlojë qelizat e dëmshme të gjirit me 56%. Do të rritet shëndeti i aparatit tretës. Kefiri ndihmon në rivendosjen e ekuilibrave të bakterieve. Komponentët probiotik të kefirit veprojnë për të luftuar sëmundjet gastrointestinale, përfshirë sëmundja Crohn, sindromi i zorës së irrituar dhe ulçrat. Kefiri ndihmon në lehtësimin e problemeve të lëkurës. Sipas David Wolf, përfitimet nga kefiri shtrihen në organet tona më të mëdha siç është lëkura. Kur zora është mbi populluar me baktere të dëmshme, ajo mund të çojë në probleme të lëkurës si puçra, psoriaz, skuqe dhe ekzema. Duke balancuar bakteret në zorë, kefiri ndihmon në luftimin e problematikave të lëkurës dhe në forcimin e sistemit imunitar. Lehtëson simptomat e intolerancës ndaj laktozës. Përfitimet e kefirit përfshin aftësinë për të lehtësuar simptomat e intolerancës së laktozës. Përbërësit aktiv të kefirit funksionojnë për të zbërthyer laktozën dhe acidin laktik. Acidi laktik është më i lehtë për të tretur. Sipas Journal of Academy of Nutrient and Dietetics, kefiri përmirëson tretjen e laktozës dhe ul nivelin e tolerancës së irritimit, duke sjellë gjithashtu përfitime të larta në dobit të organizmit dhe duke evituar një sër komplikacionesh. Përfshirja e kefirit në dietën tuaj mund të jetë gjithashtu një ndihmë e madhe edhe për sistemin tretës. Kefiri është një pije qumshti e kultivuar, e fermentuar me origjinë nga rajonet malore në Azi. Është i ngjashëm me kosin, por më i holl, duke u bërë më i përshtatshëm për tu pirë. Megjithatë mund të trashet edhe për të bërë kos kefir. Kefiri është një burim i mirë i kalciumit dhe ka përfitime të mira për organizmin. Ai është i pasur me lëndë të mira ushqyese. Ushqimet e qumshtit, duke përfshirë kefirin, janë burimet më të mira të proteinës, yndyrnave dhe karbohidrateve. Ato gjithashtu kontribojnë edhe në vitamina të vlefshme A, D dhe K, vitaminë B dhe minerale që përfshin kalciumin. Është një burim i beta-karotenit të dobishëm e bioaktiv. Kefiri ka një përmbajtje të larmishme të bakterieve më shumë se kosi. Këto mikrobe kanë përfitime të shumta për shëndetin dhe përmirësimin e tretjes në uljen e niveleve të kolesterolit. Mund të mbrojë kundër infeksioneve bakteriale. Disa nga bakteret që gjenden te kefiri besohet se mbrojnë kundër infeksioneve. Mund të ulin gjithashtu presionin e gjakut. Studimet tregojnë se konsumi i rregullt i kefirit mund të jetë i dobishëm për ato me presion të lartë të gjakut. Mund të zvogëlojë rrezikun e sëmundjeve në zemër. Kefiri mund të ketë përfitime të tjera në shëndetin e zemrës. Ai ndihmon gjithashtu edhe në përmirësimin e sistemit të tretjes. Konsumi i rregullt i kefirit ndihmon me tretjen. Mund të jetë i përshtatshëm edhe për ato me intolerancë ndaj laktozës. Ka disa prova që sugjerojnë se kefiri është i përshtatshëm për ato që kanë intolerancë ndaj laktozës. Mund të promovojë shëndetin e kockave. Kefiri tradicional i bërë nga qumshti lopës me yndyrë të plotë është një burim i kalciumit dhe vitaminës K2, lëndë ushqyese të cilat janë të rëndësishme për shëndetin e kockave. Ndërsa plakemi, kockat tona dobësohen, gjë që mund të rrisë rrezikun e osteoporozës dhe frakturat, veçanërisht gratë pas menopauze. Kefiri, së bashku me produkte të tjera të qumshtit, mund të ndihmojnë në ruajtjen e shëndetit dhe dëndësisë tuaj të kockave. Ai është i mirë kundër inflamacioneve. Efektet antiinflamatore të probiotikëve të kefirit kanë gjetur përfitime të mira kundër zhvillimit të tyre. Ndaj mos nguroni ta konsumoni gjithmonë brenda normës për të evituar kështu gabimet në konsumim. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.